Sigurisht që si të gjithë edhe ne jemi të prekur në sensin fatmirësisht jo fizik, por pa tjetër politikisht, shpirtrisht, njerëzisht, nga zhvillimi e fundit në lindjen e mesme dhe nga përshkallëzimi i situatës sigurisë në një rajon ku kemi miq të jashtëzakonshëm dhe ku me krenari jemi një nga vendet e pakta që kemi një miqësi të fortë njëkohësisht me Izraelin dhe me vendet e Gjirit Persik, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara, Katarin, Kuvajtin, Bahreinin, të cilat kanë qenë në rrezen e agresionit të killrave të Teheranit. Situata mbetet e ndërlikuar, vështirë të parashihet fundi i një ofensive të nisur me plot të drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në aleancë të ngushtë me Izraelin, për të ndaluar një herë mirë mundësinë që regjimi obskurantist i Republikës Komeniste të Iranit të prodhoj bombën atomike. Në këtë moment, sigurisht edhe për ne, si për shumë vende të tjera, prioritet kryesor është siguria e qytetarëve shqiptar që ndodhen në ato vende, përfaqësitë tona diplomatike dhe konsullare në rajon janë në kontakt të vazhdueshëm qoftë me ne, qoftë me autoritetet vendase, po bëjnë gjithçka për ta monitoruar situatën, për të informuar dhe për të asistuar, ndërkohë që çështja kyç e fluturimeve mbetet një sfidë për të gjithë. Kjo është një situatë që kërkon qetësi, kujdes, informim vazhdueshëm nga burimet zyrtare, ndërkohë që ne jemi solidar me të gjitha vendet e prekura, përfshi pa diskutim edhe Kipro, një vend mik, i cili po ashtu u godit, edhe Greqin në shenjë të fortë solidariteti për çka ndodh në Kipro, po njëkohësisht edhe Turqin në të njëjtën kohë, që po ashtu u tentua të goditej nga një raket e neutralizuar menjëherë nga forcat e NATO-s. Për sa i takon Shqipërisë, ka pasur lloj-lloj thashëthemesh dhe spekulimesh dhe interesante është që ndryshe nga vendet e tjera në Shqipëri të keqen më të madhe ne kemi brenda dhe burimin më të madh të dizinformimit, të gënjeshtrave, të deformimit të informacionit, ne ndryshe nga tjerët nuk kemi pse e kërkojmë gjetk, sepse e kemi këtu. Dhe nga këtu është prodhuar në mënyrën më kriminale dhe të papërgjeshme edhe një seri lajmesh për gjoja mundësinë e sulmit mbi Shqipërinë, por ju kujtoj të gjithëve që Shqipëria është antare e NATO-s dhe si kundër NATO e demonstroi qartësisht në Turqi ku goditi menjëherë një raket të ardhur nga Irani, gjë të cilën pastaj e nënvizoi bukur mirë edhe generali amerikan i komandës së NATO-s, qartësisht kjo shpejtësi reagimi dhe ky kapacitet reagimi vlen për të gjitha vendet anëtare të NATO-s, me gjithë keqardhjen për të keqen që me siguri nuk e ka pak problem nëse do t'jepi mundësia ta provonte edhe ndonjë sulm mbi Shqipërinë,
vetëm e vetëm për të ushqyer shpresën e kocë, si që thonë tiranësit ëndrrën në beze, se do të përmbyset i ashtu quajturi regjimi i Edi Ramës.